kanë kërkuar ndihmë nga policia Unmikut dhe nga ushtria franceze, por nuk ju kanë ofruar ndihmë shqiptarëve. Posaçërisht femnat kanë kërkuar ndihmë. Kur e kanë kryer masakrën kriminalët, atëherë i kanë marrë të plagosërit francez me autoblindat e tyre, i kanë dërguar në spitalin Marakjen, që ka qenë një spital i improvizuar në lagjen Bajr, ku ka qenë ish kazerma e ushtrisë sërbe. Atje i kanë vendosur? Po atje i kanë qenë në spital. Në çfarë rrethana e zoti Barani pati ndodhur ajo? Ka qenë një ngjarje që me një farë forme, sepse po i kthehemi kaq vite më herët, ajo dikund llogaritet këtë ndodhur 5 muaj pas përfundimit, pak a shumë 5 muaj pas përfundimit luftës. A kishte droj që mund të ndodhë një gjë e tillë? A kishte droj që shqiptarët mund të sulmoheshin në pjesën veriore të Kosovës? Po flas për kontekstin e asaj periudhe, në një moment kur ushtarët francezë e kishin vendosur që urën e Ibrin ta ndajnë ndërmjet veriut edhe jugut. Jo, ura e Ibrit janë qitë telat gjembor në urë me 26 qershor nga ushtria franceze. Po duhet me u kthy pak me 2 shkurt, ku janë bo evidentimi i banesave dhe shtëpive të shqiptarëve gjatë ditës 2 shkurtit, në gjitha pjesët e qytetit. Kush e ka bërë këtë evidentim? Se okupuar e kanë bo civil sërb të armatosur, shtëpi me shtëpi, banes me banes, i kanë evidentu ku janë shqiptarët të vendosur. Dhe para kësaj, me 19 shtator, e kanë në 99-ën, e kanë sulmuar shqiptarë që u kthyn nga lufta në lagjen Kroj i Vitakut. Dhe aty janë plagos 2 shqiptarë të fshatit Vidimriq, po banor të përhershëm të lagjes Kroj i Vitakut të Mitrovicës. Dhe që përmene ma herët, ka qenë pse a u kone para po me qysh ka mujtë me ndodhë, kjo gjithherë permanent ka qenë rreziku në pjesën e okupuar të qytetit për shqiptarë, vazhdimisht, edhe për të tjerë, po posaçërisht për shqiptarë me përjashtim të serbëve. Me çfarë ishin sulmuar